që nga kohët e hershme njerëzit kanë ndëruar të fluturojnë. Një nga personat e parë që e mendoi seriozisht këtë ide ishte Leonardo da Vinci. Në shekullin 15 ai vizatoi makina fluturuese dhe studioi mënyrën si fluturojnë zogjt. Modelet e tij si ornitopteri me krah që lëviznin si të zogjve konsiderohet si një nga idetë e para për aeroplanin. Pas shumë përpjekjesh ndër shekuj, fluturimi u bë realitet. Në vitin 1903, vëllezërit Wright realizuan fluturimin e parë të suksesshëm me aeroplan me motor, i cili zgjati 12 sekonda. Që nga ajo kohë aviacioni u zhvillua shumë dhe sot fluturimi konsiderohet një nga mënyrat më të sigurta të transportit në botë. Megjithatë, disa njerëz ende kanë frikë të udhtojnë me aeroplan. Kjo frikë quhet aerofobi dhe zakonisht lidhet me frikën nga lartësia, mungesa e kontrollit ose lajmet për aksidente, edhe pse ato janë shumë të rralla. Në Kosovë, historia e fluturimeve lidhet me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Aeroporti u hap në vitin 1965, fillimisht me fluturime brenda ish-Jugosllavisë. Më vonë, në vitin 1990, filluan edhe fluturimet ndërkombëtare, veçanërisht drejt vendeve si Gjermania dhe Zvicra. Në vitin 2010, ky aeroport u riemërua Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari. Sot aeroplanet lidhin Kosovën me shumë shtete të botës dhe udhëtimi që dikur dukej i pamundur është bërë diçka e zakonshme. Nga skicat e Leonardo da Vinci deri te aeroplanet modern, historia e fluturimit tregon se kur njerëzit kanë ide dhe guxim, ëndrat për të fluturuar mund të bëhen realitet.